27 vjet më parë, konkretisht nga 25 deri me 27 mars 99, në krusht e Rahovecit nga forcat serbe janë masakruar 243 persona, ndërsa afër 900 shtëpi private dhe shoqërore u dogjen. Masakra në Krusht e Madhe është më e madhja që ka ndodhur në Kosovë gjatë luftës. Ende vazhdojnë të jenë të pagjetur edhe shumë persona nga Krusha e Madhe. Masakra në Krusht e Madhe ishte pjesë e akt akuzës për krime lufte kundër kasapit të Ballkanit Slobodan Milošević dhe disa udhëheqësve të tjerë politike ushtarak serb. Pavarësisht kësaj, për këtë masakër asnjëherë nuk pati një proces të mirëfillt, hetimor dhe askush nuk është dënuar drejt për së drejti për krimet e kryera në këtë fshat. Sapo kam urdhëruar komandantin suprem të alatëve në Evropë, generalin Wesley Clark, për të iniciuar operacione ajrore në Republikën Federale të Jugosllavisë. Këtë veprim e ka marrë pas konsultimeve të shumta ditëve të fundit me të gjithë alatët, pasi u bë qartë se përpjekja përfundimtare diplomatike e ambasadorit Richard Holbrooke në Beograd nuk pati sukses. Të gjitha përpjekjet për të arritur një zgjidhje politike të negociuar për krizën në Kosovës kanë dështuar dhe nuk ka asnjë alternativë përveç ndërmarrjes së veprimeve ushtarake. Urdhrin e dha më 24 mars të vitit 1999. E mbrëmjen e kësaj dite, pak pas orës 19:45, aeroplanët e NATO-s lëshuan bombat e para kundër pozicioneve strategjike të ushtrisë së ish-Jugosllavisë. Qëllimi ishte të ndalohej gjenocidi i Serbisë kundër popullatës civile të Kosovës. Për këtë operacion foli edhe komandanti suprem i NATO-s në Evropë, Wesley Clark, ku tregoi cilat janë objektivat. Operacionet ajrore kanë filluar dhe do të vazhdojnë derisa të arrihen objektivat e NATO-s. Ne synojmë të dobësojmë kapacitetin ushtarak të forcave jugoslave. NATO është e vendosur të arrijë qëllimet e saj. Sulme ajrore patin në Serbi, Kosovë dhe Maltezi. Kjo ndodhi pasi dështuan të gjitha negociatat për të prodhuar një marrëveshje me presidentin e ish-Jugosllavisë Slobodan Miloševićin, i njohur edhe si kasapi i Ballkanit. Pavarësisht përpjekjeve, ai refuzoi një zgjidhje politike për krizën në Kosovë. Për këtë operacion historik, botës ju drejtua edhe presidenti atëhershëm amerikan, Bill Clinton. Sot forcat tona ju bashkuan NATO-s kundër forcave serbe që janë përgjegjëse për brutalitetin në Kosovë. Po veprojmë për t'i mbrojtur mijëra njerëz të pafajshëm në Kosovë nga ofensiva ushtarake. Po veprojmë për të parandaluar një luftë më të gjerë. Për vite me radhë, kosovarët ishin munduar paqësisht që të rifitonin të drejtat e tyre, kur Miloševići i dërgoi trupat e tij që t'i shtypte. Kjo përpjekje u bë e dhunshme. Këto sulme ajrore zgjatën për 78 ditë deri pranverën e 10 qershorit të vitit 1999. Ato ndaluan kur u arrit marrëveshja teknike e Kumanovës, e cila parashitte tërheqjen e të gjitha forcave ushtarake dhe policore serbe nga Kosova. Është logo të cilën e krijoi si 24 vjeçar. Por ato kohë nuk e kishte marrë me mend ndikimin që të kishte pas. NATO Air Just Do It lindi si ide në një kafene të Anglisë. Aty Fisnik Ismailit i mjaftoi një fjalë mikut të tij që ta frymëzonte për këtë slogan. Ty bo muhabet Arjanit Qelaj, faktikisht vllai i Irakut, e tha. Atëherë na lushim shumë basketbol, Gjordani, Nike kanë qenë kështu temë. Edhe tha sloganin, edhe menerën në shkova në shpe dhe realizova. Të më thonë, ideja s'ka qenë kresisht e jamja. Realizimi ma shumë ka qenë jamja. Po ideja ka qenë që ty ka lindë për pasionit tonë edhe për me organizu protesta, edhe për me lujt basketbol, edhe unë ndërlidhën krejt. Logo u kryua për 2 orë. E të nesërmen, ky grupi të rinjëve dole në protest. Por ajo çka ata nuk e pritën, ishin që të përfundonin në lajmet e CNN. Na fundin e protestës, me ne nga ishim e këshu në lajme, adin so po del, a po shien shumë njerëz, që po thojnë për protestën, për neve, na atëre parsore kem pas intervenimin e NATO-s në Kosovë. Edhe kur dullë slogani krejtë në abitu se kërkusha se pritëm, edhe u bojë madhe, u pëlqy shumë
keshëm, se pritëm. Kjo më pas ata i frymsoi që të bëni bluza me këtë mbishkrim. Patëm shku në Vjenë në një protest me u bashkangjit studentave të Vjenës, edhe i patëm ush një 2 çanta me majica, i patëm shqip në rënaditës për gjysore. Unë as kopjen tam se kom të majicës. Slogani tashmë i kishte kaluar kufit. Vite më vonë, ai u shfaq edhe në protestat në Libi. Mase që ka befasu shumë, ka qenë së këtot viti kur u bon protestat edhe u bon intervenimi në Libi. Në një protest i kom pa do të majt një parullë, se këshim vizatu mas mirë në botë, nuk ish e njëjtë se jona, po e majshim parullën në mesazhin e njëjtë. Gjatë luftës në Kosovë, Fisnik Ismaili i ishte bashkuar edhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës. E për shpalljen e pavarësisë, u bë edhe ideator i monumentit ikonik Newborn. Është simboli më i dashur për shqiptarët. E krahasti edhe flamuri amerikan. Janë këta ushtarët amerikan nga kampi Bondsteel në Kosovë. E të martën morën një ftesë të veçantë. Në këtë lokal të Ferizajt, shoqëria civile nga ky qytet i ftoi për kafen e miqësisë. Krejt kjo në shenjë falënderimi në 27 vjetorin e sulmeve ajrore të NATO-s kundër caqeve ushtarake e policore serbe. Ideja për këtë erdhi nga organizata jo qeveritare Avonet. Falë ushtrisë shqiptare të Kosovës, njerëzit që kanë sakrifikuar deri në rastet e tilla, ka arritur që të kemi tashmë lirinë tonë, e liria jonë ka qenë në mbështetjen e forcave të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe partnerët siç janë forcat e NATO-s. Sot në shenjë respekt në nderit, ne pim kafën të falendëruar, e duke ndarë momente kujtime të mira. E pas kafes për komandantin e zyrës ndërlidhëse të KFOR-it pati edhe mirënjohje. Ky i fundit u shpreh falendërues për ftesën, por edhe për mikpritjen që është bërë në Ferizaj. Është një nder të jemi të rrethuar nga kaq shumë njerëz të shquar në komunitet. Së dyti, dua të them se që kur mbërritëm në Kosovë pak më shumë se një muaj më parë, jemi pritur vetëm me mikpritje, gjë që e ka bërë kalimin në rolin ton këtu pothuajse të lehtë. Faleminderit të gjithëve për mbështetjen tuaj ndaj KFOR-it dhe SBA-s. Pres me padurim muajt e ardhshëm këtu. Kafja e miqësisë është organizimi i përveçëm nga OJQ Avonet që mbledh përfaqësues të ndryshëm institucionesh nga niveli qendror dhe lokal. Flamuri i ushtrisë lirimtare të Kosovës u ngrit edhe të martën në Glogjan. E poshti u rreshtuan edhe një herë të pranishmit në Dugagjen. Nuk vënoi shumë, erdhi edhe komandanti i kësaj zone. Krejt kjo në përvjetorin e 28 të betejës së UÇK-s me forcat serbe në Glogjan. Edhe në këtë përvjetor nuk munguan emocionet, ndërsa u tha se epilogu i kësaj beteje ishte fitore për shqiptarët. Qëndresha heroike e komandantit i gjendara Adem Jashari, e familje Jashari, e të gjithëve prezent, deri në flijimin e Sheqilit, është unike. Edhe është diçka e rrallë, është e veçantë, edhe vërtet u kthye në një kushtrim, pra një kushtrim për shqiptarët kudo që janë. Ishte bukur bare ran për Glogjanin, në këtë rast edhe për ne, edhe për mu, si do të shkonte përballja e radhës. Për shkak se ne ishim identifikuar më herët, ose Serbia e di kush jem. Pas fjalimit, Haradinaj ndau mirënjohje për generalin e ushtrisë shqiptare Kudus Silame. Ky i fundit tha se betejë e Glogjanit shënoi një kthesë të rëndësishme në luftën e UÇK-s. Një përballje që nuk ishte thjesht një betejë ushtarake, por një provë e madhe e karakterit, e guximit dhe vendosmërisë së popullit shqiptar për liri. Të pranishëm në Glogjan të martën ishin edhe figura të tjera të luftës në Kosovë, ndërsa nuk munguan as pasardhësit e UÇK-s. Në këtë epopej nuk u harrua as kontributi aleatëve ndërkombëtar për çlirimin e Kosovës. Herojt tonë gjallë nuk janë veç njerëzit tonë që komë i përmend tash. Herojt tonë gjallë kanë qenë edhe ata që kanë fluturuar në qiell. Edhe ata janë herojt tonë. Ata janë herojt tonë
se i kanë bombardu armiqtë tonë që kanë dashur me xhbokët popull. Në betejën e 24 marsit të vitit 1998 në Glogjan nga radhët e UÇK-s, heroikisht ra nga zmende Agron Memetaj si dhe Him Haradinaj. Kulla e Haradinajve edhe këtë martë hapi dyert për mysaferët. Mirëseardhja atyre u uroi Zoti i Kullës. Krejt kjo në ditën kur beteja e Glogjanit i mbushi plot 28 vjet. Në krye të odës bashkë me uniformën e UÇK-s u vendosën ata që dhanë jetën për lirinë e vendit. Ishte kjo atmosfera që të martën bizotroi në kullën e Haradinajve në Glogjan me rastin e epopejës së Dukagjinit. Ndërsa jashtë, qytetarë të shumtë po bënin homazhe në kompleksin memorial dëshmorët e kombit. Nga të parët që erdhi këto ishte kryekuvendarja Albolena Haxhiu. Para 28 viteve, Glogjani u rrethua me qëllimin që të shuhet një vatër e rezistencës sonë. Por ndodhi pikrisht e kundërta. Familja Haradinaj së bashku me luftarët tjerë të lirisë me kontributin e tyre e qanë rrethimin dhe dëshmuan se përpjekja për liri as nuk rrethohet, as nuk ndalet dhe as nuk thyhet. Në Glogjan nuk munguan as këtë herë mërgjimtarët nga Zvicra. Për ne do të thotë gjashka, gjithë këtë dëshmorë që jo vra, gjithë këtë njëjë që o fitu liria, vëjimta është e madhe për të, po në bën krenarit. Si e ka dhënë jetën për këtë vend, ma mirë nuk ka që shqyqë. Ndërsa një tjetër qytetar tha se këto janë ditët më të mira në jetën e tij. Kjo ditë më të mirë s'kem kur një herë. Na kur i harrojmë këta, na kem hub krejt. Edhe na jemi pjesë e kësaj ushtrie si prej fillimit me Ramoshin jemi bashkë, edhe tash çdo herë që kemi diçka na vim që tu rrefehemi dhe atë hec mirë. Kjo datë është shumë e veçantë për gjithë shqiptarët, për gjithë neve. Unë dua t'ja uroj lavdi gjithë dëshmorëve që kanë rarë për këtë vend. Homazhe për ish bashkëluftëtarët bëri të martën edhe Orhan Lusha. Na bën me ndjer shumë krenar që kemi qenë pjesë, edhe fatkeqësisht që s'kemi mujt me qenë pjesë gjatë ditëve të para, po me vazhdimin e rrugës dhe betejës jemi ju bashkangjit me brigadën 131 Jusuf Gërvalla. Beteja në Glogjan mes ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe forcave serbe u zhvillua vetëm 17 ditë pasi përfundoi ajo në prekaz. Para viteve të 90-ta, Zoran Stanković ishte një fqenjë i zakonshëm për banorët e fshatit Matiqan të Prishtinës. Mirë po me nisjen e luftës, gjithçka ndryshoi. Stanković dyshohet se u përfshi në krimet që i kryen në këtë pjesë të Kosovës ushtria dhe policia serbe. Para luftës, Hysen Gashi rrëfen se kishin raporte të mira me Stankovicin. Kemi qenë kujshi. Jemi konë që tu i kemi ru gjonë bashk, kemi nejtë bashk, kemi gjot babën e tina, se amo për që na kemi kalu mirë me ta për para, na vendas që tu. S'kena pas kur problemi, kemi pas bashkët bashk, i kemi punu bashk. Kur orë lufta, ata janë konë poshtë nga tu, na jemi konë kanalt, ama na s'kemi pas kur qfar problemi me ta. Gashi kujton se si Stanković nisi bashkëpunimin me kriminalët serbë. Kur janë vendos policia dhe ushtria që erdhen mahe para bombardimeve. Ata ja u qeshin me traktor bukën në për kuadra, me qatë borën, me traktor qatina e di që i kanë quës. Pikresh në ndyshimin për përfshirje në krime lufte, Zoran Stanković u arrestua më 23 mars në kufirin Kosovë-Serbi. I pandehuri Z.S. si pjesë e një grupi paramilitar të forcave serbe, dyshohet se ka kryer krime lufte kundër popullsisë civile në fshatin Matiqan, komuna e Prishtinës, gjatë periudhës kohore 1998-1999. E Gashi tregon se serbët dogjën gjithçka që u doli përpara. Në kohën e bombardive, neve na i kanë djekë duke shpi, këto maqinat. Krejt. Po që shkom një u koni qaglavicës, stojnë me qatë borën, i kanë asish, kështë kanë marë pjesë një qatë farë kallën.
Amo makinat më kanë shku 200-300.000 euro janë shku makina. Pas përfundimit të luftës dhe kthimit të shqiptarëve në shtëpitë e tyre, nuk u panë më gjurmë të serbëve që jetonin andej. Më mas luftë këto sokon. A i se kur jemi këthyna ve Macedonije, këtu nuk kanë ekzistu ma asë një heq, ishin kërë shkuve. Ndaj Stanković, gjykata themelore e Prishtinës ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditëve.